Përshëndetje miq, ja kur ishemi në emisionin pa emër, një emision i cili drejtohet nga 3 miq, të cilët janë dhe gjithashtu iniciatorët e Antena Televizionit, nga unë Marsit Gupi, Andri Bala dhe Ermal Peqe. Sot do jem në një bisedë dhe një diskutim bashkë me mikun dhe kolegun tim Andri Bala, CEO gjithashtu ekskluzive.al. Ermali ka intervistë më mbrapa me sinjalin prandaj. E përjashtuan. Po, dhe sot do flasim për një objekt i cili është bërë çështje diskutimi, debati, përplasje politike, përplasje interesash dhe gjithashtu objekt kureshte për gjithë qytetarët, vepra e aeroportit të Vlorës. Një nga investimet, mund të themi, strategjike, gjithashtu i cili do të japë një frymëmarrje dhe një vepër tjetër, e cila është ky aeroport investuar pikërisht si fillim nga një kompani turke në bashkëpunim me zotin Pacolli dhe zotin Valoni, i cili ka qenë dhe aksioner me 2%, dhe më pas aksioneri tjetër i cili ishte 2%, për ta thënë shkurtimisht dhe në mënyrë shumë thjeshtësuar, mori dhe kuotat dhe aksionet e kompanisë turke e cila ishte pjesë e këtij bashkëpunimi me zotin Pacolli dhe me kompaninë e tij Mabertex, ndërkohë që sot flitet për një cënim sigurie për shkak të inkredie bankare ose të financimeve që është marrë për këtë vepër madhore, fakti i cili po bëhet dhe objekt përjashtimi i zotit Pacolli nga kjo ortakëri. Kemi parë një status të zotit Pacolli që për të qenë konkret me ndjekësit tanë dhe mendoj për të qenë edhe më të drejt për drejt, do doja ta lexoj. Po. Bexhet Pacolli ka shkruar ditën e dieshme në Facebookun e tij të status të dashur miq. Çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim? Është titulli i shkrimit të tij në rrjetin e tij social Facebook. Ai thot pikërisht tani që ndërtimit të aeroportit po i vjen fundi, çfarë janë këto ofendime? Kush po orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë për vetë se po përpiqem të mbroj pronën time, thot, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë që dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për dënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm, thot, me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale, të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private. Asnjë qindark publike, çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Faktet, dokumentet dhe zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lë thot në Vlorë një trashëgimi duke ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet. Por një gjë është e sigurt. Nuk mund të duroj më këtë padrejtësi kur përbaltet e emri, dinjitetin dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë. Ky ka qenë prononcimi që ka bërë zoti Pacolli dhe kujtojmë këtu që para 2 javëve kemi patur një takim urgjent Andri në kryeministri, në cilin zoti Pacolli u pa me një dosje dhe i shqetësuar dhe që flitej që arsyeja e atij takimi urgjent në kryeministri me kryeministrin e shtetit shqiptar zotin Edi Rama ka qenë pikërisht për aeroportin e Vlorës. Zëra dhe thashë theme të cilat siç duket po marrin të drejtë për shkak të këtij problemi dhe për shkak të kësaj përplasje. Tani ajo që shtrohet në diskutim është që realisht u kemi të bëjmë me aplikimin dhe me kriteret dhe standardet ligjore, duke pasur parasysh cënimin e sigurisë publike, duke qenë se aeroportet janë një nga shtyllat e sigurisë publike dhe këtu realisht ka ndonjë financim që vjen nga para të cilat mund ta cënojnë sigurinë kombëtare nëpërmjet lidhjeve të errta apo veprimtarive të errta apo interesave të errta financiare që mund të ketë një shtet ose një organizatë e huaj, apo kemi të bëjmë me një konflikt interesi në të cilin zoti Pacolli dhe kompania e tij, si thua, nuk i duhet më tashmë që kjo vepër publike po përfundon. Si e ke parë dhe si e shikon këtë debat dhe këtë tymnajt të ngritur? Tani me aq sa kam lexuar unë se me informacionet që janë, pretendohet se zoti Pacolli ka pas 58% të kuotave ose më saktë aksioneve të aeroportit Vlorës. Pastaj zoti Vasil Lupo, e ka ky Luko, diçka e tillë, se mbaj mend mbi emrin fiks, ka pasur pas para nisjes punimeve, Valon, se thash Valon Luko? Po. Ka pas para nisjes punimeve 2% të kuotave dhe në mes këtyre Valon Ademi. Ademi? Po. Nëse mos e ka gabim Ademi, po nëse. Ka pas 2% të kuotave dhe ka qenë një kompani turke kryesisht që ka shërbyer për të marrë
për shkak të eksperiencës apo profilit të saj është shërbyer për të marrë punën, si thuash, ose në dorëzim kredencialet. Vetëm ndryrë, më ndjes. Po, situata ka qenë kështu. Ku ka nisur koncesioni ka qenë 3 aksioner. Po, pra. 2%. Ka qenë MAB Konstruksion me 58% që është kompania e zotit Pacolli. Tani ti themi me emra, mos i ngatrojmë njerëzit me kompani. Po, YDA Group, pra kompania turke me 40% dhe 2A Group që është kompania e zotit Valon Ademi. 28 kishte. 20, më thotë tu. 20, 58, po, 2%. Po, dhe 2% ka pasin 2A Group i zotit Valon Ademi. Valoni. YDA Group, kompania turke, pra është përfshirë në koncesion për shkak të përvojës së saj në ndërtimin dhe aeroportit me 40% aksioneve që të justifikojë konsorciumi. Patjetër mëse nuk mund të jepet çdo kur kalon një koncesion ose i tender, edhe një tender kur jepet apo i koncesion, kompania që do të hyjë për koncesion do të përmbushë kushtet për të marrë koncesionin apo tenderin, kështu që në këtë koncept këta e kanë marrë tenderin nëpërmjet kompanisë turke. Po. Me përfundimin e punimeve, se këtu ka mbaruar, këtu ka nisur konflikti, me përfundimin e hetimeve, po, kompania turke, e cila ka shërbyer vetëm për këtë pjesë, ka dalë nga aksionet. Po, nga ortakëria. Ortakëria. Zoti Pacolli vazhdon të ishte me 58% dhe zoti Valon Ademi me 2%. Tani, me sa di unë ose informacionet e janë që zoti Valon Ademi është bërë dhe 27% aksioner për shkak të shitjes së aksioneve nga kompania turke. Po, që do të ishte diku te nuk 47, besoj se i ka marrë nga kompania turke sepse zoti Ademi pretendon se këta Pacolli me Ademin kanë rënë dakord që me nisjen e punimeve ky zotëria të mbaj borxhin bankar që është marrë një bank niveli 2, Banka Kombëtare Tregtare konkretisht. BKT-ja, pra, 6 milionë euro. Që kryesisht kanë dhe atë është turke si bank, po, që kanë lidhen, 60.000, një shifër për 60 milionë euro dhe sipas dhe detyrimin, zoti Ademi pretendon se detyrimin për shlyerjen e kapitalit të bankës, pra që ka marrë që është marrë hua, e ka bërë zoti Ademi me nisjen dhe mbarimin e punimeve. Kështu që prandaj zoti Ademi pretendon, paktën ky kështu thuhet në konflikt, derisa të hapen kontratat, se s'po din tani, dikush pretendon. Po, s'është bërë publike akoma realisht kontrata dhe si janë shtyr detyrimet qendrën kombëtare të biznesit, kush figuron realisht pronari kotave. Nuk është bërë ajo, pra, po ka 2 momente. Një moment është kur këta të dy e bën bashkarisht dhe publikojnë të qendra ÇKB-ja, pra Qendra Kombëtare e Biznesit, dhe momenti i parë është kur këta të dy e bën kontratë notariale ku ndahen kuotat. Te kontrata e parë që është notariale ku pretendohet, pra pa kaluar në ÇKB, zoti Ademi pretendon se kanë rënë dakord për këtë pjesë. Dhe zoti Ademi do të tregoj kontratën që kanë rënë dakord për kuotat që kanë kaluar tit për shkak të mbarvajtjes së punimeve që ka bërë në aeroport dhe shlyerjen e parave të bankës që është marrë hua. Kështu që në këtë koncept, zoti Ademi, pa parë kontratën, ne nuk e faktojmë dot që ka apo s'ka të drejtë apo cila parë ka të drejtë. Ama marrëdhënie kontraktuale që kanë midis njëri tjetrit, që janë marrëdhënie biznesi, zoti Pacolli tani pretendon mos ta njohë fare kontratën e zotit Ademi. Pra atë që e quan nul dhe thot që unë jam 98% aksioner i aeroportit Vlorës dhe këtu ka nisur konflikti. Po, këtu është momenti i mosmarrëveshjes. Po pra këtu është momenti, po tani kjo do të sqarohet sepse këta nuk janë bërë sbarrën. Ndërkohë që 2A Group kërkon që të njihet si aksioner ose si ortak me 47% aksioneve. Po. Jo, 47 i ka nga, po, 47. Po pra, e kërkon njën e 47% të aksioneve si pronare e aeroportit Vlorës, pra kompania 2 e zotit Valon Ademi. Nuk e, nese, ideja është që zoti Pacolli dhe zoti Ademi janë një konflikt në sensin kontraktual që këtë e sqaron shumë mirë kontrata që kanë pas ata. Ky është problemi duke. Po, duke, pra. Sepse në problemin pas lidhjes konfliktit, zoti Ademi pretendon se zoti Pacolli përmes ka arritur që përmes, si thuash, një parave ose financimi që ka marrë për shkak të lidhjeve me para ruse ose po, e sakt. Pretendon që ky zotëri, me fjalë,
Mënyra si duan ta godasin për ta hequr nga kjo Pacoli kategori. kërkon ta godasi duke ja qytur nul kontratën, zoti Ademi. Zoti Ademi kërkon të godasi Pacolin për shkak të rëndësisë kombëtare që ka një aeroport, kërkon ta godas duke treguar se financimi që ka ardhur për aeroportin rrezikon sigurinë kombëtare për shkak se parat që janë marrë janë para ruse. Ky është paradoksi total, që Po është pra, edhe konflikti real në masht më të madh. Jo, ky s'është konflikti real, ky është konflikti që e kanë hedhë me xhelista. Konflikti real është tjetër gjë. Konflikti real të nga pikpamja strategjisë, jo nga pikpamja interesit. Po. Kështu që kjo është procedura, jo materia. Po, fiks. Unë besoj se kjo gjë sqarohet fare mirë me kontratën që kanë notariale përpara noterit, se si kanë rënë dakord paqet, për shkak se edhe investimi, ka dhe një gjë tjetër. Kur Pacoli shkon në Ramës, ka dhe një gjë tjetër. Shteti mund të ndërhyjë në rastin kur nuk zgjidhet konflikti midis tyre dyve. Ky është një vepër publike e cila nuk mund të bllokohet. Pra po flasim për 60 milion euro, për injekci publike të aeroportit Vlorës, i cili pritet, me fjalë duhet mbaronte shumë shpejt. Shteti mund të ndërhyjë duke ja qytur njërës apo tjetrës palë investime dhe shteti hyj aksioner. Më kupton? E zgjidh ndryshe konfliktin. Pra thot sa ke harxuar ti, të njëjtë huaja, do ta shlyej brenda 10 viteve shumën e caktuar dhe pavarësisht se këta të tjerë tani nuk është, besoj se kjo mund zgjidhet nga shteti, por të dy personat që janë në konflikt me njëri tjetrin, besoj se kanë një konflikti nuk bëhet kush të marrë aeroportin. Konflikti bëhet me mbas ndërtimit të aeroportit, pretendohet se kush janë fitimet. Sakt. Që Andre, unë mendoj. Pra nuk është problemi për të marrë lekët që ke hedh, problemi është për lekët që ke hedh të fitosh diçka, se kështu është marrëdhënie biznesi, nuk është marrëdhënie. E sakt. E sakt dhe ideja ashtu që kur ka nisur koncesione për të rikthyer dhe herë situatës, kanë qenë 3 aksionerët. Magbo, kompania e zotit Pacoli, YDA Group, kompania turke, dhe 2A Group, kompania e zotit Valon Ademi. Më pas, për shkak të shitjes së kuotave dhe pretendimit të blerjes nga të dyja palët. Regjia, në nizi që kondicionerin, please. Është bërë kjo ndarje me 2 kontrata notariale. Fillimisht YDA Group ja ka shitur aksionet Magpos për 4.200 euro, pra aksioni bëhet fjalë. Pra njësia e një aksioni. Formalisht dhe po një ditë Magbo me 2A Group kanë lidhur një kontratë të re për ndarje aksiones mes tyre në raportin 53% për Magbo dhe 47% për 2A Group. Mirë, po këto kontrata nuk kanë regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, sepse detyrimi ligjor që kontratat midis 2 ortakëve regjistrohen në QKB dhe më pas po ashtu regjistrohet dhe pagesa e kotave. Patjetër. Që janë si kontribute për shoqërinë tregtare në mënyrë që të njihet, sepse ti realisht mund bësh një kontratë në cilën i ble kotat, por në momentin që ti nuk e emeton këtë kapital, mbas nënshkrimit të aksioneve, kjo nuk merr vlerë, pra quhet absolutisht pa vlerë. Pretendon ai. Aksionet nuk janë bërë funksionale në QKB. Po. Për të shmangur debatet publike dhe për shkak të nevojës se për çdo ndrim aksioneri duhet dhe leja e qeverisë shqiptare për shkak të interesit që ka kjo vepër. Pra nuk mjaftojnë vetëm kontratat, nevojitet dhe miratimi i qeverisë shqiptare në moment që bëhet ndarja e kapitaleve dhe në shkrimi i aksionit, më fal. Pra në shkrimi këtij kapitalit. Ky koncesion ka marrë thuhet një kredi 60 milion euro nga BKT dhe ka përdorur dhe burimet e veta. Nga kredia e marrë nga BKT, kompania 2A Group ka tërhequr vetëm 25 milion euro, ndërsa Magbo rreth 13 milion. Ndërkohë që 2A Group ka investuar dhe shuma të veta më tepër se Magbo. Tani që aeroporti po shkon drejt përfundimit, debati është përqendruar midis 2 aksionerëve, pra 2A Grupit dhe Magbos, pra midis zotit Pacoli dhe zotit Ademi. 2A Grupi kërkon të njëjtë si 47% aksioner, duke pasur në dorë kontratën, por dhe gjithë dokumentet e investimit gjatë tyre 2 viteve, ndërsa kompania e zotit Pacoli, pra Magbo, e refuzon dhe ka marrë një vendim si aksioner kryesor i konsorciumit që mos lejohet ndryshimi i aksioneve. Dhe këtu qëndron betejë ligjore dhe këtu qëndron edhe debati. Realisht me ato që janë deri tani më si thua dokumentet bëra publike ose dokumentet që kanë ndjeni, sepse vetëm gjë që kanë ndjeni janë 2 kontrata dhe raporti i tyre me qendrën kombëtare të biznesit. Ka pasur një thashë them, për shkak të afrimitetit që ka pasur zoti Ademi dhe është parë në protestën që është bërë për luftarët e UÇK-s në krah të zotit Balla, Taulant Ballës. Politikisht nga opozita flitet për marrëdhënie interese, sepse duhet të marrim gjitha perspektivat për të sjellë në tavolinë. Pra si mas opozitës pretendohet që zoti Pacoli duhet të dalë jashtë loje, sepse njeriu i qeverisë është zoti Ademi dhe raportet që ai ka krijuar me qeverinë shqiptare dhe me figurat përkatëse, po e suportojnë atë politikisht. Për të marrë jo vetëm kotat që është konflikti ligjor, por përqen dhe ai aksioneri vetëm.
Dhe gjithashtu është futur një akuzë nga media, portale dhe nga zëra të ndryshëm, të cilët konfirmojnë që kanë burimet e tyre, që një pjesë fondesh është marrë nga një bankë e cila nuk din nëse është apo jo në listën e zezë të bankave që mund t'i drejtohesh për të marrë kredi financiare. Tani gjithë debati është këtu. Nëse është kriteri i zbatimit të ligjit, si ka dhënë leje qeveria shqiptare që duke qenë se YDA Group, kompania turke ka qenë garantuesi i punimeve, për shkak të kontratave më pashme dhe të besueshmërisë që ka patur me institucionet publike, është dhënë leje nga qeveria shqiptare për këtë parë. Biznesmeni ka Imer Ademi, prandaj po them se ngatroj. Kurse administratori i kompanisë ka qenë, se e kisha hasur, administratori i kompanisë ka qenë Valon, si që thash, Luka. Valon Luka ka qenë administratori i kompanisë i cili pretendon, se zoti Pacoli pretendon se me Belinda Ballukun janë mundohen ti vjedhin përmes manovrave pas ligjore dhe financiare. Pra, Pacolit. E me këtë rast, Pacoli ishte vendosur të gabriste aksionat e 2 ajdutëve, kështu thot në shkrim. Pra, Valon Luka është administratori i kompanisë i cili përpiqet me Belinda Ballukun t'ia fusi Pacoli. Kurse biznesmeni që ka qenë është Imer Ademi. Prandaj po them se ishte ky Valoni është tjetër personazh i cili ka hyrë në skenë dhe unë e di shumë mirë se kush janë, ku fillojnë lidhjet e Valonit e ku mbarojnë. Dhe kujt është kërkuar tjetër që të hyjë te ky aeroport i Vlorës. Në qartë. Flitet edhe për një oligark që është i cili ka që konjunkturë është Valoni. Ka ngjashmëri në veprimtarinë që ushtron edhe në veprimtarinë të ngjashme, dhe që flitet që gjithë lëra thuhet që bëhet pikërisht që personin fjalë të futet dhe ai dhe të jetë ai, pastaj menaxhuar si Rama. Ja kërkon Rama, ai nuk do. Me thon drejtën. Kështu e di. Ja kërkon Rama, po ai nuk do. Sepse nuk mund të. Është i ngopur. Po jo, po s'ka, është sa aeroporta ka Shqipëria, 3 copja. Pra është Tirana, Kuksi edhe po bëhet Vlora. Të treja monopol. E qartë. Pra i ka hallin ligjor, si mund shkoj fati ti nëse transformohet në një ligjor, por nuk duhet, nuk lejohet me ligj. E qartë. Pra ka pengesa ligjore. Po patjetër s'lejohet me ligj që ti kesh të treja, se që është monopoli joti, si. Po underground lejohet? Underground është më tjetër, po nuk e do ai atë. Mirë, janë pyetje që vi nga kurreshta ime xhenuine. Ai nuk e do, po ta them, kështu kurse Rama e kërkon. Por ideja është këtu. Informacioneve e parë një plan makro more Andri. Unë kam shqetësimin këtu. Realisht apo përqendrohen investime strategjike, bizneset e mëdha në dorë. Dhe kjo është thjesht një tregues ose një fenomen i cili e përforcon këtë ide. Tani këto biznes strategjike në dorë. Apo realisht ka një siguri publike e cila ka rëndësinë e saj. Tani shqiptarët në thelb nuk duan të dinë nëse ka biznesmen që po marrin kompaninë caktuar në koncesione për post duke zbatuar ligjin e rreth. Problemi është opinioni publik do të di me fjalë kush janë këta që duan të futin duar tek pasuritë e vendit, qoftë biznese miliona euro fitimprurëse në vit. Problemi i aeroportit Vlorës nuk është problem ndërtimës o investime. Problemi është tek influencat. Këtu tani kanë ndërhyrë te influencat, po është Rama mbas me Belindën. Kjo është gjithë ideja. Pra, këta e duan se herë Albanian kush e solli. Belinda Balluku kur e solli. Po, është kompania që solli përmes Ramës normalisht. Edhe një bashkim operatorësh midis Belinda për shembull Turkish Airlines, zoti Sinan Idrizi dhe 1% Alp Control. Po s'më kupton. Pjesa më e madhe për shembull Edi Rama me Belindën nuk e kanë dashur kur për shembull kompanitë e tjera për shembull ose nuk kanë dashur, i kanë favorizuar gjithmonë Air Albania sepse ka qenë kompaninë drejtore e tyre. Problemi i tyre është që të duan të fusin dhe durët e kompanitë e fluturimit. A kupton? Nuk është thelbi që dhe para nuk bëhet fjalë më për biznesmen, bëhet fjalë për politikan që përmes biznesmenve ose këtyre prestanomeve apo në underground duan të fusin biznesmen për të pasur aeroportin, por në thelb janë këta që janë pronarët e vërtet. Pra hiqe Vasilin buxhetin dreqin e shejtonin. Më kuptoj çfarë do të them. Valonin, se thash Vasilin. Se më shfiksu ky Vasili. Pra Valoni është mund të jetë underground. Po, siç ishte kompania turke sa për të marrë punime. Për shkak të eksperiencës që kishin në ndërtimin e aeroporteve. Po buxheti është vetë buxhet. Këta duan tani ta aneksojnë buxhetin
ose ta kufizojnë dhe të ke pjesa tjetër janë këta mbrapa. E qartë. Jo më këtë thuhet të valon Luka me Belinda Ballukun. Belinda është e Ramës, por se s'bën dot Belinda në kokë të saj, e kupton? Kështu që më thelb është Rama Belinda, Valoni është buratini i këtyre të dyve. Pra është maska. Po maska po. Shiko, është realisht. Ta duan ta shqesin aeroportin që thash dhe unë du t'ja shqesin dikujt tjetër që ai kërkojnë favor me e tij, ai nuk pranon se thot s'mund pranoj të bëj qoka me lekë të mia. Mënyra si ushqehet opinioni publik e para dhe mënyra si transmetohet një ngjarje. Dhe besoj që deri më sot majca kanë parë, mund të jemi rreshtuar dhe besoj që jemi rreshtuar në anën e atyre pikpamjeve serioze, të cilat flasin me atë që kanë mundësi të kenë në dorë nga letrat ose nga situata aktuale ligjore. Problemi është që a është realisht kriteri, siç e thash, 1, sigurisë kombëtare, 2, a është realisht thjesht një përplasje dhe mosmarrëveshje ligjore midis vet aksionerëve, të cilët e kanë marrë përsipër përfundimin e punimeve dhe më pas administrimin në aeroportit, apo 3 është çështje që ka disa interesa politike dhe financiare, dhe këto interesa politike dhe financiare duhet të menaxhohen dhe duhet të kenë njerëz që janë të besueshëm, që janë të kontrollueshëm dhe madje mund të jenë dhe peng i pushtetit. Dhe fakti që këto mund të jepen dikujt që nuk është në këto zinxhir, për të mbajtur atë përtonin, na përbën një risk. Në qoftë se shke fundit, falë, ta përfundoj vetëm këtë. I bie pra që kjo pjesa që ne kemi vota, ne kemi votuese, ne fitojmë, ne kemi kundërshtar të dobët e tjerë, është një fasadë ndërtuar. Pasi ky pushtet e këto vota u fiton nga një lloj forme operative me interesa dhe me klientë dhe me njerëz dhe me fuqinë politike dhe financiare të jashtëzakonshme. Nuk është kaq e thjeshtë historia që kemi përpallë në një non grata dhe ky nuk fiton se duam amerikanë. Na duan amerikanë dhe prandaj fitojnë. 50 milion euro i ka kërkuar Rama Belindës të hidhen për Bashkinë Tiranë. Sa? 50 milion euro. Që të fitohet? Ma çik më pak se aeroporti i Vlorës. Mo që të fitohet. Dyshohet se thuhet që është, po. E kupton se ç'bëhet? Tjetën fushatur, po jo mos dyshohet fare. Do me thënë nuk me thonë sepse KQZ-ja dyshohet. KQZ-ja ti tani, KQZ-ja i jep këtyre nga 1.ca milion euro në vit për të bërë fushat. E imagjinon tani te kjo makineria që theti, ajo i jep që llogarit se sa e duhen këtyre ndoshta për zyre apo për mjetet për të zhvilluar fushatën, e kupton, nuk është se jep për qartë. Imagjinohet tani fushata ka disa koncepte, ka e para njëherë. Unë nuk po them se do ja nxjerrë Belinda nga xhepi më. Belinda, me që është drejtuese e Tiranës, janë grupet e interesit. Më kupton, bizneset, klientë të qeverisë. Do financohet media, po media nuk financohet to 500.000 lekë ti se kur dali ky janë para, shumë para që i hidhen gjatë kohës fushatës. Më kupton? Do financohen njerëzit që do punojnë, që do dalin në terren. Nuk po them blerja e votës, se unë kjo blerja e votës në Tiranë mund të jetë fenomen e zemë që mund të ekzistojë, por nuk besoj se është fenomeni thelbësor që deformon votën e metropolit, pra e kryeqytetit, nuk e besoj. Po thoja për shembull që kanë dalë ta me thes me lekë që t'i blejnë vota. Jo, nuk është kjo. Por ama një fushat, tani ne e dim shumë mirë që nëse një kandidat i Tiranës dhe ti e di shumë mirë, një deputet, i duhen 3 milion euro për dalë deputet. E kupton të tani për kryetarin e bashkisë janë... Jo, supozo që duhet nxjerrësh 38 veta deputet, pa e bëjmë llogarinë. Po, në 38 veta deputet. Po. Sa e kanë kuota Tirana? 38 deputet. Pra nëse deputet është 3 milion euro, po të simetologjik shkojnë të 100 milion euro e më shumë. Problemi është se besoj se në fushat, në gjithë, për të rafur gjithë zonën, për të bërë gjithë të betej, që është duhet pak në 50 milion euro. Për të pasur mediat që të suportojnë dhe të nxjerrin çdo lloj kalimin në Dargica, në Gica, vetëm karburant që do lëvizin e do vinë është... E dyta po, vetëm infrastruktura logjistike, njerëzit që do paguhen, zyrat që do hapen, takimet që do bëhen. Në këto takime do pijet... Ore muzika, pa muzika, jo... Njerëzit që kanë influencë në për zona caktuara për shkak të fisit, për shkak të pozicionit, për shkak të fuqisë financiare, duhet të ushqehen, duhet të suportohen në mënyrë që fillojnë të lëvizë kjo makineri dhe të sillen njerëz. Ora ajo që mua më bën përshtypje është kjo, sepse njerëzve i ushqehet një ide shumë e thjeshtë nga mëngjesi në darkë. Këta fitojnë se kanë përballë një person i cili është shpallur non grata, ky person i shpallur non grata ka zgjedhur disa njerëz të cilët nuk janë të votë besuar dhe kjo është arsyeja pse fiton Rama.
Se kjo është diskuri, do më thënë, kaq shumë është kurrë dhe kaq shumë është tjerëzuar. Edhe për ditë ushqehet me këtë që shiko sepse po iku ky bie Edi Rama. Ndërkohë se është e vërtetë Edi Rama nuk bie as arrestohet Arben Ahmetaj. Po. Edi Rama nuk bie as arrestohet në i drejtor. Edhe këto më jepet si trofej që shko se ç'bën drejtësia. Edi Rama ndoshta nuk bie edhe po të arrestohet Edi Rama. Vet, bravo. Edi Rama nuk është një person. Në qoftë se po flasim gjithmonë sipas kushtetuta, më falë një pyetje më që sa vetë torive që ngrihen publikisht, kushtetuta e ka që kryeministri po ishte në punë. E ka kushtetuta që kryeministri po ishte në punë për 3 muaj ose 6 muaj. Duhet shkarkohet? Shumë e bukur, dhe se smet njëri me këtë. Duhet e mat njëri sa shkon sa herë paraqitet në punë. Dhe realisht është eficient ku shkon punon, se mund shkoj punë, mund bëj aeroplana me letër edhe që i gjuan. Vizaton një herë për çfarë? Ose munduajmë atë koshin që ka treguar kur takoj atë vrapistin, Speedin, që është ai një personazh të YouTube-it që shkon. Por që vizaton, këtë e dimi. Po dhe që ka talent e dim, sepse fakti i shitjes pikturave. Unë nuk e vlerësoj dot smar vesh, nuk jam kritik arti te kjo pjesë, po unë jam shijues në konceptin që diçka që më pëlqen, them është e bukur dhe e shijoj më pëlqen. Ato të Ramës nuk janë stili im, laps kryesisht. Edhe nuk e kuptoj, me thënë të vërtetën. Pëlqen gjëra që kështu më. Po. Po, thaj që është i mirë atë punë që bën. Unë mendoj që Edi Rama ka shumë talenta. Një talent për shembull ka qenë që është publicist shumë i mirë. Dhe kanë treguar artikujt e vet publicist. Po. Patjetër. Që nga letrat nga Ferri, që ishin të famshëm me zotin Gjela. Ina ishi brekët. Po. Atë ka më të ina ishi brekët, atë ka më të famshëm. Si ka qenë kjo ina? Shoqe bankës, e kishte shoqe banka, shoqe klase, pse më e men tani, po. Që ishte gjithë ideja, nuk më kujtohet, po kam lexuar disa herë. Ideja është që shkronte për një vajzë që e idilizonte, kupton, nuk e mbaj mend se si ishte muhabeti ina ishi brekët, pa ishte titulli. Më pas e kemi parë talentin e tij. Ato ta lexoj, edhe si për publikun ministër, e kemi parë talentin si kryebashkiak. E kemi parë talentin si çirus të hapësirave publike nga kioskat e nga ndërtimet pa leje, po e kemi parë talentin e tij dhe si zaptus nëpërmjet lejeve ndërtimit të hapësirave publike dhe të parqeve. E kemi parë talentin e Edi Ramës si mjeshtër për shkruajtur libra në një periudhë kur humbi zgjedhjet e Bashkisë Tiranës dhe tregoi se si u bë kurban karriera e tij për interesa okulte dhe më pas si ky kurban ia vlete sepse në 2013 mori pushtetin. U pas ai ishte fuqia e votave të Edi Ramës në 2013 kur u deshë të bënte koalicion me Ilir Metën në mënyrë që siguronte mazhorancën e mundshme. Dhe më pas është parë i gjithë konsolidimi i fluksit të interesave me të gjithë botën ekonomike, financiare, oligarkike, po ashtu dhe me grupet të tjera interesi, deri aty sa disa funksionarë të tyre cilësohen edhe si eksponent krimi, për të mbajtur si pushtet. Dhe gjithë kjo analizë, çfarë ndodh? Thjeshtohet duke u marrë thjesht si një përplasje politike midis PD-s dhe PS-s, edhe gjen arsyet vetëm në kuadrin politik. Mbyll syt, shoh inën. Edhe shumë që ndodhin këto fenomene si me raportin. Mbyll syt, shoh inën. E ne I them ina. Ina hiqi brekët. Punë minutash jam parajs. Po ty si të vjen, mu tha për shtyma në gojë, teksa përfituara me llahtar shoqen time të bukur që zhvishen në urdhat e Mehmetit e gërsuar që I tunte para syve një shkop. Profesori, me gjysmë zër ju përgjigja, edhe mua. Mirë, ju përgjigja I lumtur, sepse më në fund do të zhbëj misteri që më kishte torturuar gjatë gjithë natës se që më kishte bërë të bija në ëndër me grushta e shilme në një karrige duke u lërir. Ina hiqi brekët. Zhvishu Marieta, zhvishu Semplase, zhvishu shpirt ti im, lene lalin të shofi pak gjoksin e bukur si gjyle, hiqe tutën zemër, hiqe shpirt. Mos ke turp jemi vetëm fare, lene lalin ta prekë pak kofshën e bardhë. Nuk e di. Ina I Shqipërisë, kjo është nga pjesët e talent, është talent. Kurse muç nanën atko tregonte edhe kush ishte vajza që Rama I dedikoi, pra ka qenë personazh Alina që Rama e ka personazh publik. Ja, publik më ka shoqe klase që Rama e ka idealizuar ose idilizuar, e ka dashuruar si kështu dashuri platonike si thuaç. Po. Unë kam pas të plotë, po nuk e gjej dot. Mendon që aeroporti, pra situata në aeroportin e Vlorës do ketë zhvillime të reja, qoftë në pasojë ligjore, qoftë në publikim dokumentash dhe interesash okulte, apo mendon që do jetë një fiasko e cila shumë shpejt do shpërbëhet? Do me ndërhyrjen e shtetit, do gjetë një zgjidhje përmes kompanive që ne s'kemi për ta marrë vesh.
Dhe besoj se të gjitha palët do ngelen të kënaqur se shteti t'i heq breket. Pra ti mendon që do negociohet zgjidhja. Rama t'i heq breket. Njësoj si Inës, aha. Inës ja kërkote i shkreti, sa rritë të ishte kur, kurse tani që u bë kryeministër, po tenton. E kemi thënë atë, për dhunimin që nuk mund të evitohet, duhet shijohet. Nga ditën që Ina si u dha vetë se s'kishte ç'bënte tjetër. Nga kërkesa e tepërt. Ti thua që do ndodhe një të gjemë aeroportin, si puna Inës, pa do të zhvishet me dëshirën e vetë, zotëria në fjallë. S'ka ku të shkojnë. Kështu që besoj se dhe të faktor për të shuar këtë përplasjen midis palëve dhe ndoshta do bien dakord që gjithë secilit ketë pjesën e vet. Qartë. Se gjithë përplasja bëhet që të kenë këta shtetarët pjesën e tyre. Po. Është marrëdhënie interesa, është marrëdhënie konflikti që real ekzistencial. E qartë. Unë Andri e mendoj në këtë lloj forme që ose këtu do kemi një kuti tjetër Pandore, siç ishte rasti i incineratorëve, se dhe debati mbi ekzistencën ose jo të incineratorëve dhe mbi idenë që aty ndodhet një skemë e madhe mashtrimi dhe korrupsioni, në fillim u cilësua si diçka që ishte fiasko, pra që çan këto që thuhen, kjo është vepër madhore, kjo ka një interes, ka një siguri të madhe, do jetë energji e rinovueshme, do sjellë fitime të mëdha, dhe në pas shkoi ashtu si shkoi. Dhe dolën ato që dolën. E njëjta gjë do vlen në këtë rast, nëse do kemë vullnet, dhe nëse zoti Pacolli siç e thot në status, që çfarë është e imja, nuk e lëshoj se është e imja, do lë një trashëgimi, e kanë bërë me punë, me para të ardha nga biznese dhe nga operacione financiare të rregullta dhe ligjore. Mendoj që do kemi një përplasje midis zotit Pacolli dhe qeverisë shqiptare. Dhe nëse kjo përplasje realisht fillon, mendoj që kur prisen interesat Andri dalin ca të vërteta të cilat s'më do dilnin kurrë. E ke vëndre kur dy njerëz shkojnë mirë, siç ka qenë rasti për shembull zotit Basha me Berishën, deri në 2021 po dhe ishte shumë mirë, kishte probleme, gjithë që ishin aty e meritonin. Basha ishte ish-ministri më i mirë dhe njeriu më i afërt që kishte pasur Berisha. Për Bashën Berisha ishte si thua krenaria e Partisë Demokratike, ishte njeriu që do ta udhëzonte dhe që do ishte gjithmonë këshilltar i tij dhe mas 2021-shit pam thes non grate, pam lul brav, lul pa aft, pam se si ata që deri rinin krah dhe thoshin dishin kryeministrin e ardhshëm, më pas thoshin që gjithë faji dhe gjithë problemi ligjor në PD ishte i këtij. Pra, kur ka konflikt, dalin disa të vërteta, të pjesme, se janë të plota. Unë mendoj dhe mbas kësaj vazhërisë madhe shqiptaro-kosovare që kishte deri zoti Rama me zotin Pacolli, në moment që do agravohet situata, do dalin disa të vërteta që do tregojnë realisht se kanë qëndruar interesat dhe do shërohet njëherë mirë kompania turke pse u largua. Do shërohet njëherë mirë si futën këta aksionarë të rinj dhe a ka dhënë leja apo jo miratim qeveria për shkak të këtij interesi dhe qofse këtu cënohet interesi kombëtar, ku ka qenë qeveria shqiptare deri në momentin që u bë ndërtimi i këtij raporti. Pra, ka disa paradokse logjike që duhet sqarohen. Mirë, qeveria s'mund të hyjë kjo pjesa për sa kohë. Qeveria shi vetëm marrëdhënie nëse ka pas një konflikt aspektit të cënimit sigurisë kombëtare. Asnjë pjesë tjetër pse është marrëdhënie kontraktuale midis kompanive, mund të flasi për procedurat që janë ndjekur, për kushtet e zbatimit të aspekteve teknik të koncesionit ose të sigurisë apo më the thash kur flas sigurisë kombëtare, po kam sigurisë së aeroportit apo çështjet që kanë bënë me cilësinë e ndërtimit apo nuk e di, por në aspektin pastaj nëse nuk mund të hyjë qeveria në marrëdhënie kontraktuale nëse s'ka konflikt, sepse i ndajnë këta si i ndajnë kuotat. Problemi është nëse ka pas një si thuash marrëdhënie kontraktuale të bazbatuar deri tani, ose që evitohet nuk zbardhet për shkak të interesave njëra palë, mund të hyjë për të shuar sherrin, sepse aeroporti është më i rëndësishëm se sa kompanitë që kanë hyrë mes që kanë hallet e tyre se kush do kotat më të mëdha. Kështu që ne shqiptarëve u duhet aeroporti dhe qeveria shqiptare do të garantojë atë që ka dhënë, me fjalë, atë koncesion që ka dhënë, duhet të garantojë shqiptarëve një aeroport, jo vetëm shqiptarëve, por edhe vizitorëve që do na vinë. Pra, dilema do vazhdoj. A do arrijmë të fluturojmë të sigurt dhe të financuar me para që vinë nga operacione financiare të drejta dhe që qeveria e cila na mbron, na vëzhgon, na observon, do sigurohet që ne do fluturojmë qetë dhe ajo që do zbresë dhe ajo që do ngrihet do jenë gjëra konform ligjit, apo ky konflikt do vazhdojë dhe do kemi gjëra të tjera për të parë. Besoj që në puntatat e radhës të emisionit pa emër do merremi realisht me këto gjëra. Ju përshëndes dhe ju sugjeroj të shikoni emisionin e zotit Ermal Peçi, kolegut dhe bashkëpunëtorit dhe mikut ton në emisionin e tij Sinjal.